SPAK përmes një njoftimi zyrtar ka dhënë detaje për arrestimin e 3 zyrtarëve të lartë të policisë rrugore të Tiranës, të cilët akuzohen për korrupsion pasiv pas një aksidenti të ndodhur në datën 16 prill. Në pranga kanë përfunduar drejtuesi i policisë rrugore të Tiranës Roven Zerka, shefi i sektorit të aksidenteve Sokol Novaku, si edhe oficeri i policisë gjyqësore Edison Tabaku. Të tre janë ndaluar me urdhër të prokurorisë së posaçme më 18 prill dhe ndaj tyre rëndon akuza për korrupsion pasiv të kryer në bashkëpunim. Sipas hetimeve të kryera nga Byroja Kombëtare e Hetimit, zyrtarët e policisë dyshohet se pas një aksidenti rrugor në kryeqytet, i kanë kërkuar 2.000 euro rishfet familjarëve të njërës prej drejtueseve të automjetit Anisa Vironit për të mos e arrestuar atë dhe për të shmangur çdo hetim penal ndaj saj. Parat janë siguruar brenda një kohe të shkurtër nga bashkëshorti i saj, Ergest Vironi, i cili tashmë është nën hetim për korrupsion aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. SPAK sqaron se shumë ai është dorëzuar personalisht njërit prej punonjësve të policisë rrugore dhe ky fakt është provuar gjatë hetimit. Për ekzekutimin e urdhrit të ndalimit është angazhuar Byroja Kombëtare e Hetimit në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Gjatë kontrolleve të kryera në kuadër të këtij procedimi penal janë sekuestruar edhe shuma të konsiderueshme parash, konkretisht 2.500.000 lekë dhe 26.000 euro që dyshohet të jenë të lidhura me veprimtari korruptive.